Përshëndetje të gjithëve, të nderuar përfaqësues të EUV-s, ekspert të fushës së sigurisë rrugore, përfaqësues të shoqërive të sigurimit, të autoshkollave, institucioneve të tjera arsimore, kolegë dhe të ftuar. Është kënaqësi dhe përgjegjësi e veçantë t'ju përshëndes sot në këtë aktivitet të përbashkët me Shoqatën Evropiane për kërkimin dhe analizën e aksidenteve, ku prania juaj këtu dëshmon se siguria rrugore nuk njeh kufi dhe se sfidat tona janë të përbashkëta. Siguria rrugore nuk është thjesht një sfidë institucionale. Ajo është një përgjegjësi e përbashkët, një detyrim moral dhe një garanci për jetën e çdo qytetari që lëviz në rrugë. Sot nuk jemi këtu për një aktivitet sensibilizues të radhës, por jemi këtu për diçka shumë më të shtrenjtë, për jetën. Çdo humbje jete në statistikat tona të aksidenteve nuk është thjesht një numër, është një jetë e ndërprerë në mes, është një familje e lënduar. Drejtuesit e automjeteve, motomjeteve dhe këmbësorët duhet të ndërgjegjësohen dhe të zbatojnë me rigorozitet rregullat e qarkullimit rrugor, pasi rruga nuk është një pistë garash, por një hapësirë bashkëjetese ku përgjegjësia e secilit prej nesh përcakton nëse do të kthehemi shëndosh e mirë në shtëpi dhe tek njerëzit tanë të dashur. Për të mbushur një ndër prioritetet madhore të policisë së shtetit, siç është rritja e parametrave të sigurisë rrugore, dua të ndalim te iniciative rëndësishme që kemi ndërmarrë në mënyrë se si e kontrollojmë qarkullimin. Koha e ndalimeve pa shkak apo e gjuetisë së gjobave ka marrë fund. Sot, policia e shtetit ka hyrë në epokën e monitorimit inteligjent. Strategjia jone e re bazohet në parimin. Fajtorin e përcakton teknologjia dhe jo intuita. Përmes mjeteve inteligjente si pajisjet poliskan, dronëve të cilësisë të lartë dhe radarëve automatik, ne evidentojmë shkeljet në kohë reale pa ndërprerë rrjedhën e trafikut dhe pa krijuar stres të nevojshëm të drejtuesit të rregullt të mjeteve. Ky është një hap i rëndësishëm drejt një policimi më profesional, më të saktë dhe më transparent. Teknologjia nuk na shpëton dot nëse mungon vetdia. Prandaj gjej rastin të ubithirje të gjithë drejtuesve të mjeteve. Shpejtësia vret. Mos nxitoni për të mbërritur disa minuta më parë, duke rrezikuar të mos mbërrini kurrë ose për të mbërritur të gjymtuar. Parakalimet e gabuar janë në lojë me jetën. Celularin në timon ju verbon për sekondat që mund të jenë fatale. Dhe mbi të gjitha, alkooli dhe substancat e tjera të ndaluara nuk kanë vend në timon. Kush drejton automjetin në efektin e tyre, nuk po drejton një makinë, por një armë që rrezikon të vrasë jetë. Po aq i rëndësishëm është dhe dimensioni i parandalimit dhe edukimit. Mesazhet sensibilizuese për drejtuesit e mjeteve janë thelbësore për të ndryshuar sjelljen në rrugë për të rritur ndërgjegjësimin publik. Një rol të veçantë në këtë proces ka bashkëpunimi me institucionet arsimore. Nxënësit dhe të rinjt janë brezi që formson kulturën e ardhshme të qarkullimit rrugor. Ndaj edukimi i tyre që në moshë të hershme është investimi më i rëndësishëm për një Shqipëri të sigurt. Kjo është arsyeja pse ne po bashkëpunojmë fort me institucionet arsimore, sepse fëmijët dhe nxënësit kanë nevojë për një impakt të jashtëzakonshëm sensibilizues. Kur një fëmijë i thot prindrit në makinë, vendos rripin, mos ec shpejt, mos fol në telefon, ai mesazh vlen më shumë se 10 gjoba të policisë rrugore. Ky aktivitet merr një rëndësi akoma më specifike sot, teksa jemi në kulmin e sezonit turistik dhe siguria rrugore ka një rëndësi të veçantë në mbarvajtjen e këtij sezoni. Pavarësisht se vindet e fundit në Shqipëri është pothuajse tër vitin sezon turistik. Për këtë fakt, policia e shtetit është në gatishmëri të plot edhe gjatë këtij sezoni. Kemi hartuar plane të detajuar masash për menaxhimin e fluksit të madh të automjeteve që gjatë verës shumë fishohen. Fokusi ynë do të jetë maksimal në pikat nevralgjike të trafikut, në akset brejdetare dhe turistike, duke bërë të mundur rritjen e parametrave të sigurisë rrugore, lehtësimin e qarkullimit dhe një shërbim mikpritës e më profesional për çdo qytetar dhe turist që zgjedh vendin tonë. Të nderuar të pranishëm, as policia e shtetit dhe as teknologjia nuk mund ta fitojnë këtë betejë pa kontributin e të gjithë ne. Siguria rrugore është një kontratë sociale ku secili ka një pjesë të detyrimeve. Është kontributi këmbësorëve që duhet të respektojnë vijat e bardha dhe mbikalimet. Është kontributi drejtuesve të automjeteve dhe motomjeteve që të zbatojnë rregullat e qarkullimit, të vendosin kaskën, drejtuesve të automjeteve të respektojnë përparësinë në lëvizje dhe të zbatojnë me rigorozitet rregullat e qarkullimit. Është kontributi i autoshkollave, që nuk duhet të nxjerrin në rrugë thjesht njerëz me patent, por shofer dhe drejtues mjetesh të përgjegjshëm. Është kontributi i shkollave, i çdo prindi, i institucioneve dhe i mbar shoqërisë, ku çdo qytetar duhet kuptojë se siguria rrugore fillon nga vetë përgjegjësia personale. Ndaj, duke bërë secilën pjesën e vet,
duke ndarë eksperiencat më të mira sensibilizuese si kjo e sotmja me EUV-n dhe duke rritur bashkëpunimin ndërinstitucional dhe qytetarët, do të kemi rrugë më të sigurta, jetë më të sigurta dhe shumë jetë të shpëtuara. Ju falemnderoj. Të nderuar kolegë, organizator, është një kënaqësi e veçantë të jem sot pjesë e këtij aktiviteti kushtuar sigurisë rrugore, ku një kauzë që na bashkon përtej roleve dhe përgjegjësive institucionale. DBSH-ja dhe Policia Rrugore janë dy institucione të ndryshme, por me një vizion të përbashkët, garantimin e sigurisë në rrugë, mbrojtjen e jetës së çdo qytetari. Ne operojmë përmes platformave, instrumentave dhe kompetencave të ndryshme, por qëllimi ynë final është i njëjtë: rrugë më të sigurta dhe një kulturë më të lartë përgjegjësie në trafik. Që prej vitit 2019, DBSH-ja është angazhuar në mënyrë të vazhdueshme në programin kombëtar të sigurisë rrugore, duke investuar në edukimin dhe ndërgjegjësimin e brezave të rinj. Vetëm gjatë vitit 2026, mbi 1000 fëmijë të grup moshës 5 deri në 14 vjeç kanë marrë pjesë në orët edukative të sigurisë rrugore, duke përfituar një uri dhe aftësi praktike për sjellje më të sigurt në rrugë. Suksesi i kësaj nisme mbështetet mbi një rrjet të gjerë bashkëpunimi institucional, krahas marrëveshjeve me Policinë e Shtetit, Ministrinë e Arsimit, Drejtorinë e Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar, Kryqin e Kuq Shqiptar dhe Agjencinë e Mbrojtjes së Konsumatorit, një hap i rëndësishëm është dhe bashkëpunimi me ASCAP-in për integrimin e moduleve të sigurisë rrugore në kurrikulën mësimore për grup mosha 3 deri në 6, 6 deri në 11 dhe 12 deri në 14 vjeç. Ky është një investim afatgjat për të edukuar qytetarët e së nesërmes që në moshë të hershme me vlerat e sigurisë, respektit dhe përgjegjësisë në rrugë. Paralelisht, DBSH-ja ka konceptuar dhe shpërndar materiale edukative mbi sigurinë rrugore, ka zhvilluar fushata sensibilizuese dhe ka qenë pjesë e aktiviteteve të ndryshme dhe eventeve që promovojnë sigurinë rrugore në të gjithë vendin, pra në të gjithë Republikën e Shqipërisë. Sa më herët të edukojmë fëmijët tanë, aq më të sigurta do të jenë rrugët tona nesër. Le të vazhdojmë punojmë së bashku me të njëjtin përkushtim dhe të njëjtin vizion që çdo udhëtim të jetë i sigurt dhe çdo jetë të jetë e mbrojtur, të jetë një sukses i përbashkët institucioneve tona. Ju falenderoj.